automatikisht i bie edhe një kundërpeshje NATO-s. Siç ka qenë traktati i Varshavës. Po shkojmë në këtë projekcion. Derisa ka filluar për herë të parë bëhet kjo stërvitje madhore, e cila nuk zgjat 1-2 ditë. Pra, po zgjat 9 ditë të plota. Zgjat 9 ditë si stërvitje. Po, atëherë kemi të bëjmë me idenë e krijimit të një arkitekture të resigurie. A një aleancë e re, arkitekturë e re. E theksuar nga Putini dhe Trumpi po në Alaska, në Anchorage. Pra, jemi në këto. Dritan, ndërkohë ajo që të bën përshtypje është që Trump i rikthehet sërish Groenlandit. Edhe një gjë, duhet të shëroj diçka. Pse është bërë ky veprim dhe pse mediat po bëjnë me të madhe këtë për çështjen e kësaj anijës dhe po e quajnë ruse kështu, për të hequr vëmendjen nga ajo çfarë ka ndodhur. Pra e para, për të hequr vëmendjen nga kjo që thash, nga kjo stërvitja që sapo ka filluar. Dhe nuk flet askush për këtë stërvitje, nuk përmendet askund. Unë pash mediat edhe nuk është se kisha dëgjuar. Askund nuk citohet kjo. Dhe të gjithë merren se kur thua një anije ruse e Zoom, thonë se do plasi lufta midis Rusisë dhe të Amerikës. Edhe askush nuk merret me asgjë. Krijuar një. Po, e dyta, është bërë për të hequr vëmendjen, për shkak se me datë 6 janar, pra vetëm 3 ditë pas veprimin në Venezuelë. Me Maduro. Me Maduron. Rusia ka bërë një sulm ajror në Ukrainë duke goditur 3 firma amerikane. Direkt pas Venezuelës. Po, njëra firmë është Olena Oil, e cila merret me rafinerimin dhe prodhimin e vajit të lulediellit në Dnepropetrovsk, edhe është një kompani amerikane e regjistruar në St. Louis, të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është amerikane. Po. Dhe janë goditur komplet rafineria e saj dhe gjithçka tjetër, sepse përdoret edhe për nevoja tjera ushtarake. Ajo është goditur totalisht. E dyta është goditur një kompani tjetër amerikane, quhet Flex Ltd. Edhe kjo kompani ndodhet në Transkarpatia, pra në kufi me Hungarinë diku atje. Kjo merret me prodhimin e elektroshtëpiakeve, kompania amerikane nga Teksasi, dhe përdori, duke qenë se prodhonte elektroshtëpiak, kishte filluar përdori edhe për nevojat të ushtrisë për prodhime e çështje elektronike. Dhe është goditur edhe magazinat dhe përpunimi më i madh në portin e Odesas, pra moli më i madh i përpunimit, i cili i përkiste kompanisë amerikane Olimpex. 3 ditë pas goditjes Venezuelës, Rusia godet 3 kompani amerikane në Ukrainë. Dhe po në një ditë, është goditur një anije e cila vinte nga Rumania në drejtim të Odesës dhe është goditur pa hyrë në portin e Ismailijes në Odesa. Ajo anije ka qenë mbushur me armatim dhe është goditur në ujërat e Ukrainës, por është goditur me raketë Iskander nga rusët. Ka pasur dëme në njerëz, edhe rumun ka pasur vdekur, dhe po në Odesa, kur është goditur Olimpeksi, është goditur në Odesa po me datë 6 me kinxhal, është goditur një bunker i NATO-s në Odesa, ka 10 oficerat NATO-s të vrarë, 2 janë amerikanë, të tjerët janë evropian. Dhe po njëta gjë ka ndodhur edhe në Kiev, po me datë 6 është goditur një tjetër bunker komandimi i NATO-s në Kiev. Çka do të thotë si ta lexojmë këtë Dritan, përpjekja për ta mbuluar këtë, kemi hyrë në një përplasje? Jo, nuk kemi hyrë në një përplasje, është kundërpërgjigja, pra ka nisur që me datë 6. Edhe sot ka nisur kjo kundërpërgjigja e Rusisë për atë që i ndodhi sulmi ndaj rezidencës së Putinës, sepse këto baza janë përfshirë të gjitha në këtë sulm. Këto baza, siç ndodhi me rastin ku goditën. Dhe u mbyll sot me gjatë natës me goditjen e Oreshnikut, pra ju fundi kundërpërgjigjes për atë që ndodhi, dhe kjo ka edhe për të gjitha këto të tjera. E paralajmërove këtë se the do goditen gjithë ata që kanë qenë pjesë. Të gjithë ata që janë pjesë e kësaj, janë goditur të gjithë ata që janë pjesë e kësaj, dhe e dyta çfarë është më e rëndësishme, me anë të këtij lajmi, pra që thash që gjithë mediat ndërkombëtare po merren vetëm me çështjen e kësaj anijes për bëjnë tipet të madh, duan të mbulojnë dështimin që patën forcat detare amerikane me datë 25 dhjetor të muajit që shkoi, të vitit që shkoi. Me datë 25 dhjetor forcat amerikane goditën në Nigeri, në rast se e dini, pra. Pozicionet e Boko Haramit në Nigeri. Dhe përdorën 12 raketa Tomahawk. Edhe 12 raketa Tomahawk. Për të goditur objektivat atje, ndërkohë që nga këto 12 raketa Tomahawk deri më tashti janë gjetur 4 raketa të pashpërthyera. Dhe kushdo, pra mos marri fjalën time, po le të hyjë në Google dhe le të googlojë, thotë raketa Tomahawk në Nigeri, dhe do dali me foto raketat që nuk kanë shpërthyer në Nigeri. Pra nga 12 raketa 4 nuk kanë shpërthyer, pra 30% e armatimit që është përdorur për të goditur Nigerin
Nuk ka funksionuar dhe ky është dështim madhor i forcave detare amerikane. Është shumë dështim i madh në këtë rast. Dhe për të mbuluar gjithë këtë dështim, që aktualisht askush nuk merret me këtë pse s'funksionuan si funksionuan dhe si është e mundur që 30% atyre që lëshove nuk funksionuan, pra bëhet llaf për raketa Tomahawk, pra nuk bëhet llaf për raketa të thjeshta. Raketa që përcaktojnë. Pra, po janë to me cilat mburret Trumpi dhe mburret gjithë Amerika. Dhe këto nuk funksionojnë. Që do jepte Ukrainës. Absolutisht. Pra gjitha këto nuk funksionojnë dhe për të mbuluar këto, atëherë hajde merremi me një anije që realisht nuk është as e tyre. Pra. Është një leati. Dritan, ndërkohë sepse nisa dhe çfarë ideja është që vazhdon Trumpi është rikthyer Groenlandës. Na duhet për të garantuar sigurinë tonë kombëtare. Shkon deri në pikën që nëse do për sepse ka padur reagime nga Danimarka, shkon deri në pikën që thot Danimarka ka thënë nëse ndodh kjo, NATO do të shkatrohet dhe kur është pyetur Trump ka thënë që nëse do vjeja përballë zgjedhjes, më mirë do merrja Groenlandën dhe le të shkatrohej edhe NATO. Nëse do të më duhet i zgjidhja të dyja. Si e shikon këtë, le të themi, rikthimin e Donald Trump menjëherë pas Venezuelës, ka bërë dhe deklarata ku thotë aty është mbushur me anije ruse dhe kineze. Nuk është kështu, pra ka një gjë. E vetme gjë që është e saktë, është ajo që thotë Donald Trump që i duhet për nevojat sigurisë kombëtare të Shtetit Amerikës. Nevoja e sigurisë kombëtare në këtë aspekt ka të bëjë me nxjerrjen e një materiali shumë të çmuar, i cili është edhe më i çmuar se floriri, dispoziumi. Dispozium, po, materiali është material i cili reziston temperaturave të larta dhe me këtë material vishen motorët e avionëve, vishen dhomat në cilat bëhet reaktimi bërthamor, pra reaksioni bërthamor, qoftë për raketa bërthamore, qoftë për termocentrale bërthamore për pra është një nga materialet më të shtrenjta dhe aktualisht ky material ndodhet vetëm në 2 vende, pra ndodhet në Groenland, edhe ndodhet edhe në Kinë. Kina ka diku rreth 80% të nivelit botëror të këtij minerali, kurse Groenlanda ka një pjesën tjetër 20% që mbetet. Në asnjë vend tjetër nuk ka këtë material, po për këtë material bëhet fjalë dhe për këtë material ky është materiali bazë për nevojat ushtarake të Shtetit Amerikës që të funksionojë sepse kërkon pra në ndecet bërthamore që ka Amerika. Anijet bërthamore që ka Amerika, pra aeroplan mbajtës që janë me motor bërthamor. Po nuk patën këtë material për të veshur dhomën ku kryhet ky reaksioni bërthamor. Ato shkrihen dhe nuk ekzistojnë më. Pra njëjta gjë është. Motorët e avionëve që prodhon Shteti i Amerikës dhe çdo lloj vendi tjetër kanë nevojë për këtë material sepse ndryshe temperatura shkon mbi 3000 gradë Celsius dhe shkrin motorin e avionit. Pra çdo gjë tjetër e shkrin metalin. Vetëm kjo është që veshet. Përdoret për të lidhur magnetet, pra që magnetet të funksionojnë në temperatura të larta. Ose që magnetet për raketa të cilat hyjnë dhe dalin nga atmosfera. Duhet kjo veshje e motorëve të raketave, e magneteve të raketave, e komponentëve të tyre që ka brenda raketa sepse ndryshe shkrihet. Sepse qipi që prodhohet, qipi është elektronik dhe është kallçuk. Dhe po qese vendin ku e vëzë qipi, nuk e vesh me këtë. Atë në moment që bie në atmosferë, qipi shkrin dhe raketa funksionon më. Nuk shkon pra është baza kryesore për funksionimin e ushtrisë amerikane. Ky lloj materiali, dispoziumi. Vetëm F-35, pra një F-35 i duan 1200 kg dispozium. Për një F-35. Deri më sot, këtë material Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë blerë nga Kina. Pra gjithë ushtria amerikane sot është me materiale kineze. Me lëndë të parë kineze. Dhe çfarë bën? Tashmë ai po thotë që për shkak të sigurisë kombëtare, sepse Kina është superfuqi vetë, bëhet superfuqi vetë dhe në një moment caktuar Kina mund të vendosë të mos ta shesi më. Atëherë përfundon fuqia ushtarake amerikane. Pra nuk mund të prodhosh më. I ke këto që ke, po tjera s'prodhon dot më, se s'ke kapacitet të prodhosh. Do prodhosh aq sa ke marr materiale rezervë, ja harxove ato, po pastaj ç'do bëjmë? Prandaj ka të bëjë me çështjen e sigurisë kombëtare, sepse siguria kombëtare amerikane janë forcat armatosura. Po nuk ja blen dot Danimarkës dritan? Po ja blen Danimarkës, por problemi është që aleancat tashmë janë të lëvizshme, siç po duket, dhe në një moment të caktuar, ata duan totalisht ta marrin ata. Pra në rast se ja blen Danimarkës, ti duhet të çosh gjithë materialin atje, ta përpunosh, ta ngresh, ta nxjerrësh dhe të japësh paratë Danimarkës. Ndërkohë që ai thotë bëjmë pjesën tonë dhe jemi të garantuar sepse bëhet llaf nuk bëhet llaf për 1 vit, 2 vjet, 10 vjet. Ktu kemi të bëjmë me superfuqi, të cilat bëjnë plane mbi 50 vjeçare. Shikoni, shtetet e vogla
bëjmë plane 5 deri 10 vjeçare. Në rast se mën kohën e Enverit, pra në kohën e diktaturës proletariatit, të socializmit, aty gjëja socializmi, po ishim socializëm, pa ishim thjesht një vend demokratik me diktaturë për proletariati, dhe thoshim që planet ishin 5 vjeçare dhe 10 vjeçare. Vendet e vogla kaq që kanë kapacitetin e tyre. Plenumi. Po. Dhe vendet e tjera të cilat janë fuqi të tjera, pra nuk është fuqi në atë rajon. Pra fuqi rajonale bëjnë plane 10 deri 20 vjeçare. Pra planet i kanë 10 deri 20 vjeçare. Fuqit rajonale. Superfuqit rajonale, se ka dhe superfuqi rajonale. Do bëjmë plane 20 deri 30-35 vjeçare. Ndërsa fuqit globale, pra fuqi globale, bëjmë plane 35-50 vjeçare, ndërsa superfuqit globale bëjmë planet 50 vjeçare deri 75 vjeçare. Pra jemi në këtë kuadër. Është superfuqia globale dhe bën plane 50-75 vjeçare, pra çfarë do bëjmë pas 50-75 viteve? Jo çfarë do bëjmë sot e nesër. Kjo realisht do të prandaj është në këtë aspekt dhe hyn te siguria kombëtare. Dhe më mirë kur e ke tëndën se sa të vazhdojmë se aleancat prishen nesër. Dhe kurse për sa i vjen çështja e NATO-s, nuk prishet NATO se largohet Danimarka, pra në rast se Amerika e merr, sepse Amerika aktualisht në Grönland ka 2 baza ushtarake. I ka aktualisht. Po aktualisht po, është baza e Pitifukut, që quhet baza e Pitifukut, është bazë logjistike e Shtetit Amerikës dhe është edhe baza tjetër që thash baza e detektimit të hershëm të raketave balistike. Pra radarit janë 2 baza amerikane. Të vendosur aty në marrëveshje me Danimarkën për vitin 1956 i këtej. Dhe ka edhe mund të jenë diku rreth 200-300 forca amerikane atje gjithsej. Çështje teknike, pranuar. Por pra nuk ka nevojë të çojë ushtarë për të marrë bazën, forca, sepse forca i kanë bazë. Ajo mund të shtojë ushtarët sa dojë, sepse bazat janë saj. Me qartë, e qartë. Pra, nuk është bë llaf nga ana administrative të jetë pjesë e Shtetit Amerikës. Ushtarakisht ajo është bazë e amerikanëve. Pra Grenlanda ushtarakisht ju përket amerikanëve, sepse danezët në bazën e Pitifukut, danezët marrëveshja aty është bazë e përbashkët. Por në Pitifuk danezët mund të kenë diku rreth 50-70 veta personel. Pra nuk është bazë logjistike. Nuk është ashtu. Dhe ushtarakisht aktualisht Grenlanda është pjesë e Amerikës. Ata e përdorin për nevojat e tyre. Po. Ku ankorojnë në ndece, ku ankorojnë në anije, për çështje logjistike, për gjëra të tjera. Administrativisht i përket Danimarkës. Dhe po bëhet lla për ta marrë administrativisht. Edhe në rast se e marrin administrativisht, nuk ndodh që NATO të shpërbëhet për shkak se nesër na mërzitet Danimarka se e morën amerikanët dhe Danimarka del nga NATO. Nuk ka asnjë vlerë Danimarka nga NATO. Është njësoj si të vinë Shtetet e Amerikës ta marrin Sazanin e themi neve dalim nga NATO dhe NATO u shpërbë. A shpërbet NATO se dalim neve nga NATO? Nuk ngrem asnjë peshë neve NATO. NATO është vetëm Amerika. Në rast se dikush ka dyshime për këtë, le të shohë operacionet që janë kryer në kuadër të NATO-s. 2 janë operacionet e kryera në kuadër të NATO-s. Në vitin 1999, operacioni NATO-s për çlirimin e Kosovës, luftën e Kosovës, 90% të forcës ajrore që u përdor ishte amerikane, 10% ishte europiane, pjesa tjetër e NATO-s. Kaq. Shifni Libin në 2011-ën. 85% ishte amerikane. Komplet presa tjetër ishte europiane. Në fillim e nisën europianët dhe pas një javë europianët mbetën. Në fillim e nisën europianët dhe europianët mbetën dhe s'kishin as bombardues strategjik, as furnizues strategjik në ajër, as informacion strategjik s'kishin dhe ju kërkuan amerikanëve pas një javë ndihmë dhe erdhën ata dhe arritën të rrëzojë Kaddafi. Pa ata nuk e mundin dot Kaddafin europianët. Pra NATO është Amerika. Në momentin që NATO Amerika thot, ok, s'ka më NATO, kurse të gjithë të tjerët që bëjnë numra të tilla, për shembull ke shprehje doli edhe Macroni edhe Steinmeier tha që të çojmë trupa në Grenland që ta mbrojmë Grenlandën. Kjo është e njëjta gjë në vitin 1866, një gazetar e pyeti Otto von Bismarckun. Sepse edhe atëherë patën thënë anglezët dhe francezët që do çojmë trupa. Kryesisht anglezët, edhe i thanë Otto von Bismarck, i thanë çfarë do bëni juve në momentin që anglezët do bien trupa? Edhe i tha, do çoj policinë t'i arrestoj. E qartë. Edhe trupat e tyre në Grenland, policat amerikanë, siç e shihni edhe nga veprimet e tyre, janë shumë herë më të përgatitur teknikisht dhe taktikisht se sa çdo lloj force ushtarake e NATO-s evropiane. Dhe do të çojë për t'i arrestuar ata. Te ajo harta e Groenlandës e Arktikut, Dritan, kam dëgjuar në media edhe një tezë tjetër që lidhet, ajo që ishte me vizatime. Dhe një tezë tjetër që lidhet me faktin që SBA e kërkon Groenlandën për shkak se përmes saj mund kontrolloj, domethënë këto raketat hipersonike. Po e ka aktualisht e thamë atë.
E ka këtë. Po pra baza këtu në Groenland ndodhet baza e detektimit të hershëm të raketave balistike. Pra është baza amerikane e ndërtuar aty. Që nuk ka arsye po thua. S'ka arsye se e ka atë bazë aktualisht. Është sistemi NORAD. Po prej vitit 56 e ka atë bazë. Kështu që nuk ka arsye. Kështu që s'qëndron kjo, ata që thon këtë atëherë nuk e din se me të vërtet kur është ndërtuar kjo bazë. Është vërtet që nga këtu është më afër. Jo, këtu nuk ka raketa. Këtu është bazë e detektimit të hershëm, pra këtu janë radarët që detektojnë në momentin e lëshimit të këtyre raketave. Këto oreshniku ti tham. Në momentin që është lëshuar oreshniku, kjo e ka detektuar direkt dhe njofton Shtetet Bashkuara të Amerikës pra. Kjo është. Por ti jeni të bindur pra se ne folëm për oreshnikun dhe ju edhe sollet të. Në momentin që kjo e detekton oreshnikun. Po. Atëherë në këtë moment funksionon ai që quhet telefoni kuq. Në rast se nuk ka funksionuar më përpara. Amerikanët, pra, do të kemi gjë, rusët në momentin që kanë vendosur të lëshojnë oreshnik. Me telefon kanë lajmëruar menjëherë amerikanët që neve do lëshojmë këtë raketë. Nuk është raketë me kokë bërthamore, to e përdorin për të goditur objektiva në Ukrainë. Pra ju kanë thënë të saktë. Sepse ndryshe në rast se ti e lëshon dhe kjo e detekton, atë duke qenë se nuk e përcakton dot të kësaj rakete trajektoren, atëherë ti mund të mendosh se kjo raketë lëshuar drejt Amerikës mund të ketë mbushje bërthamore dhe ata lëshojnë raketat e tyre. Pra për të shmangur përplasjen bërthamore, funksionon ky lloj komunikimi ndërmjet vendeve që kanë raketa bërthamore. E qartë, e qartë. Dhe kjo bazë është bazë Amerikës dhe kjo bie poshtë, nuk ekziston. Pra ata që kanë shuajtur këtë, nuk e di pse e kanë shuajtur për arsye të ndryshme, por nuk qëndron kjo që thon ata. Plus e dytë, do të kemi gjë parasysh që Arktikun për shkak të anijeve që thot Trumpi. Trumpi ka një gjë që Trumpi është shumë ignorant në aspektin shumë gjërave dhe nuk di se për çfarë bëhet llaf. Arktikun amerikanët e kanë kontrolluar përpara Trumpit. Amerikanët ishin të parët, të cilët prodhuan në ndecet amerikane bërthamore, pra në ndecet me reaktor bërthamor, të cilat janë të pashëm, janë të parat në ndece, të cilat kanë notuar poshtë icebergëve, poshtë këtyre vendet të Arktikut, për të kontrolluar Arktikun. Më pas rusët janë të dytët që kanë prodhuar këto. Por rusët janë të parët në Arktik, të cilët kanë anije që thyen akullin. Kurse amerikanët nuk i kanë këto. Po, kemi folur për rrugët që mund vinë nga Kina. Dhe këto janë rrugë dektare të cilat funksionojnë, pra, siç e thamë edhe që parë, rrugët dektare ndërkombëtare që janë funksionuar edhe në rast se Amerika e merr atë Groenlandën. Nuk i ndryshon dot të rrugë ndërkombëtare, pra në hapësirën ndërkombëtare, të ujërave ndërkombëtare këto do kalojnë. Sepse është ligji ndërkombëtar. Është ligji ndërkombëtar, është kjo ligji ndërkombëtar ekziston, pra pavarësisht atyre që thonë që nuk ekziston ligji ndërkombëtar ekziston, sepse po nuk ekziston atëherë do të shkojmë në një përplasje, nuk mund të ekzistojë ligji i xhunglës në marrëdhënien në botë. Po. Ka gjithmonë marrëveshje. Dritan, ndërkohë protestat në Iran, pavarësisht se të martën thamë ato po shkojnë drejt, kanë dështuar, po shkojnë drejt shuarjes. Kemi sot madje tentova të Tehran Times që ta hapja si faqe, nuk funksiononte. Çfarë po ndodh në Iran? Ndërkohë vijnë këto pamjet protestave, të cilat në një farë mënyrë tregojnë që vendi po zihen nga protestat. Protesta janë pamjet se në 2 ditë e fundit ka pasur protesta me shumicë, kryesisht numri më i madh i protestave ka qenë në veri të Iranit, në qytetet e banuara me kurd. Për arsye se aty ka pasur edhe përplasje të forcave të sigurisë iraniane, ku janë përfshirë edhe garda revolucionare iraniane me përplasje të armatosur, me grupe të armatosura, përplasje të armatosur me grupe të armatosura kurde, të cilat kanë hyrë nga Iraku në drejtim të Iranit për të përplasur me këto forca. Kanë hyrë nga Iraku forcat kurde? Po, forca kurde të armatosura, separatiste drejt Iranit dhe ka pasur përplasje me forcat sigurisë iraniane. Ka 2-3 ditë që ndodh kjo përplasje dhe pra ngritja e protestave në Iran është e nxitur nga jashtë. Ata cilët kanë nxitur protestat në Iran, në këto protesta janë izraelitët dhe amerikanët. Janë ata që po paguajnë, ata që po ngrehin dhe ata që po i nxisin. Për këtë arsye edhe që 2 ditë më vjen. Sonte bëhen 2 ditë që dje në mëngjes nuk funksionon interneti në Iran pra. Nuk ka asnjë. Për këtë arsye ju s'keni mundur ta hapni atë Iran Times, nuk mund ta hapni. Pra nuk funksionon interneti për arsye se nga ata që janë arrestuar janë gjetur shumë komunikime me njerëz që jetojnë jashtë, të cilët i mësojnë se si ju dërgojnë para këto gjëra. Në këtë aspekt. Dhe është mbyllur. Për të mbyllur këtë, është mbyllur interneti dhe për të ndaluar këto protesta. Por do të kemi gjë parasysh, një pjesë e mirë e protestave që ju e shihni, që paraqiten si protesta të mëdha. Realiteti është që vërtet që ka pasur protesta, por ka pasur edhe kundër protesta. Dhe ato çfarë shihni me masive janë kundër protestat që ka organizuar regjimi.
pra kanë nxjerrë njerëzit e vet, të cilët kanë dalë kundër protestuesve. Protesta kundër protesta, po. Dhe kundër protestat kanë pasur pjesëmarrje më të madhe se protestat, realisht. Pra, edhe ato nëpër mediat shpeshherë po paraqiten si protestat po në fakt është kundër protesta, jo nuk është protesta, por qëndron ajo që thatë UVK. Dhe pse pas kësaj qëndrojnë izraelitët dhe amerikanët? Që izraelitët dhe amerikanët u zunë në një pozitë të ngushtë. Dhe i ngritën këto protesta për arsye se para 6 ditësh, zëvendës presidenti iranian bëri një deklaratë shumë interesante, gjë që nuk ishte ndodhur asnjëherë. Bëri një deklaratë publike në televizionin publik iranian dhe tha që ishte në një intervistë dhe tha që neve aktualisht kemi marrë në konsiderat dhe në Këshillin e Sigurisë iraniane është vendosur që Irani për herë të parë mund të bëjë goditje preemptive. Parandaluese ndaj Izraelit. Në rast se shohim që aktiviteti izraelit i spionazhit rrezikon rënien e regjimit, pra rrezikon Republikën Islamike, atëherë ne do të ndërmarrim ndaj tyre goditje parandaluese. Megjithatë pas kësaj,